Sonte emisionin do ta nisi me një thënie që e lexova gjatë javës në internet dhe mendoj se do t'ju bëj të reflektoni edhe juve. Thënia është kjo: para se të thuash që jeta jote është e vështirë, kujto këtë. 173.000 njerëz nuk u zgjuan sot. 18 milion njerëz nuk mund të ecin. 430 milion njerëz nuk mund të dëgjojnë. 300 milion njerëz nuk mund të shohin ngjyrat. 55 milion njerëz nuk mund të kujtojnë kujtimet e tyre nga e kaluara. Dikush do t'jepte gjithçka vetëm për të jetuar ditën tënde më të keqe. Vlerëso ato që e ke, sepse nesër nuk është vetëm një ditë tjetër, është një mundësi tjetër për t'i ndjekur ëndrat tua. Faleminderit shumë, zonja. Muaji i Ramazanit për shumë besimtarë është një periudhë reflektimi, përkushtimi dhe përmirësimi shpirtëror. Gjatë këtij muaji ne përpiqemi që të forcojmë lidhjen me Zotin, të tregojmë më shumë durim, solidaritet dhe kujdes për të tjerët. Por shpesh lind pyetja: a përfundon kjo frymë me ardhjen e Bajramit, apo duhet të vazhdojë edhe më tej në jetën tonë të përditshme? Me festën e Bajramit mbyllet një muaj sakrifice dhe hapet një ditë gëzimi, bashkimi familjar dhe faljeje mes njerëzve. Megjithatë, në një shoqëri që po ndryshon shpejt, lind edhe një pyetje tjetër e rëndësishme. Çfarë po ruajmë nga këto tradita dhe çfarë po rrezikojmë që të humbim? Në këtë edicion do të ndalemi pikërisht tek këto tema. Çfarë duhet të marrim me vete nga Ramazani, edhe pas Bajramit, dhe si po ndryshojnë traditat e festës së Bajramit në kohët moderne. Të gjitha këto do t'i diskutojmë me të ftuarit për sonte: Ilmir Exhepin, Gjeladin Fazliun, Teuta Caca